Në brendësi të Muzeut Historik dhe Etnografik mund të gjeni sot një ekspozit me artefakte të pakundërshtueshme, por edhe dokumente historike të cilat të shpalosin 81 vjetorin e çlirimit të vendit duke përkujtuar këtë datë të rëndësishme. Jam me drejtuesin e Muzeve Nëntvarësi të Bashkisë së Vlorës, i cili do të na bëjë një prezantim të shkurtër të ekspozitës dhe çfarë mund të gjejmë në brendësitë e saj. Ju përshëndes, zoti Spaiu. Kjo ekspozitë është qelur për publikun, por çfarë gjendet në brendësitë e saj? Në kuadër të shërimit të vendit, 81 vjetorit të shërimit të Shqipërisë, edhe Muzeu Historik i Vlorës kanë nxjerrë nga arkivi dhe nga fondi arkivor dhe elementë të ndryshëm të dokumentacioneve të kohës, artefakte të ndryshme, sende personale të përdorura, armë të ndryshme të përdorura gjatë luftës së dytë botërore, të dy brigadave që kanë luftuar në Vlorë dhe kanë vazhduar luftën e tyre deri në shërimin e plotë të Shqipërisë 29 nëntor të 1944. Në gjitha këto artefakte dhe sende personale janë dorëshkrime, blloqe shënimesh, janë ditar të mbajtur nga partizanët dhe partizanet, dhe ne kemi ekspozuar këto ditar dhe këto dorëshkrime apo komunikata që quheshin atë kohë. Dokumenta autentike të pandryshuara, të cilat tregojnë fakte historike. Po, gazetat të kohës, dokumentat të kohës, shkrimet të kohës, fotografi të kohës, sende të ndryshme personale të mbajtura nga partizanët dhe partizanet, të inkuadruar në formacione të ndryshme. Kemi fotografinë të heronjve të popullit të luftës nacional shërimtare, të cilët janë 20 me heronj populli dhe heroina populli me statusin heroin dhe heronj. Kemi gjithashtu rreth 1020 dëshmorë të atdheut të luftës së dytë botërore të rënë për shërimin e Shqipërisë. Të gjitha këto dokumenta, të gjitha këto artefakte, të gjitha këto sende personale dëshmojnë jetën, veprimtarinë dhe animin që i bërën Shqipërisë nga vendet fituese, me gjakun e tyre, me veprimtarinë e tyre, me luftën e tyre, duke dhënë dhe jetën për të çliruar Shqipërinë. Të gjejnë të gjithë ata të cilët vinë e vizitojnë dhe një pjesë të armatimeve të kohës, me ato të cilat ata kanë luftuar dhe kanë dhënë lirinë. Po, një pjesë e këtyre armëve janë armë të përdorura nga këta veprimtarë, partizan dhe partizane, por janë armë të prodhuara nga pushtuesi, të cilët ju kthyen kundër pushtuesit, sepse gjendja ekonomike e Shqipërisë dhe gjendja industriale e Shqipërisë nuk kishte mundësi të prodhonte armatime të tilla. Armët i merreshin pushtuesit dhe u kthyen kundër pushtuesit. Të gjitha këto, jo vetëm armë, por dhe sende të tjera të ndryshme, siç janë aparate projeksioni, aparate fotografike, janë të prodhimeve dylbit, prodhimeve gjermane, prodhimeve italiane, dhe këto ju janë marrë pushtuesit dhe janë përdorur kundër tyre. Dhe pjesë e komunikimeve, besoj. Elementet e komunikimit, po të radiofonisë asaj kohe, ndërlidhjes asaj kohe, po gjithashtu dhe elemente ndryshëm që kemi të armëve të vogla të brezit, që janë pistoletat, të cilat janë prodhimi italian, prodhimi gjerman, bereta italiane, naganti gjerman, kemi armë belge, armë franceze, armë angleze të ekspozuara, sepse të gjitha këto kanë qenë pjesë e armëve të përdorura nga pushtuesi, por ju rrëmbyen pushtuesit dhe u përdorën gjatë luftës nacionale shërimtare nga shqiptarët. Nuk mund të lëmë pas as ato pjesë të cilat mund të cilësojmë si të jetës së përditshme sociale. Vegla muzikore të kohës, të cilët kanë luajtur apo ato të cilat të gjitha. Këtu kemi disa ditar, kemi vizatime, kemi qëndisje, kemi vendosjen e fotografive me mjete rrethanore të kohës, kemi vegla muzikore si që e përmendet mandolina në momentet e pushimit apo të momentet e mosmarrjes pjesë në angazhime të formacione ushtarake në luftë. Gjithashtu kemi dhe vegla të tjera muzikore, kemi të gjitha ato elementë që i përshtaten kohës, por që janë përdorur, kuptohet, në zona të ndryshme të Shqipërisë. Besoj se nuk mbetet me kaq. Këto objekte dhe shtohen, ju keni një fond të muzeut, cilin vazhdoni dhe kërkoni ende edhe në teren për të mbledhur sa më shumë objekte të tilla. Fondi muzeor është shumë i pasur, pavarësisht hapësirave të vogla që ka vetë godina apo vetë institucioni për t'i ekspozuar ato, dhe ne na lind për detyrë her pas here t'i ndryshojmë, të riekspozojmë objekte të tjera që kemi në arkivin e muzeut dhe në fondin muzeor. Gjithashtu ne i bëjmë thirrje të gjithëve. Këtu është vendi atyre artefakteve, dokumentave, sendeve personale të gjithë njerëzve që kanë punuar, kanë dhënë jetën e tyre në luftën nacionale shërimtare. Këtu është vendi ku ata do të gjejnë ndër breza. Është vendi i ruajtjes, i mirëmbajtjes, i ekspozimit dhe interpretimit të fakteve historike.